Ky hadith tregon rëndësinë e mësimit të diturisë fetare, sepse nëse ky djalosh nuk do të kishte pasur më përpara dituri rreth cilësive të Dexhallit, nuk do ta zbulonte se ai është Dexhalli. Prandaj kushdo që ballafaqohet me ndjekësit e të kotës, duhet të pajiset me dituri. Ky djalë i ri u sigurua që ai ishte Dexhalli dhe se nuk do të mund të vriste dikë tjetër veç tij, sepse ai djalosh ishte kërkues diturie dhe e kishte lexuar hadithin. Kështu ai e kishte mësuar dhe kuptuar se ky vet ishte djaloshi që kishte për qëllim hadithi. Përgatitja dhe gatishmëria për ta luftuar atë, sikurse do të veprojnë besimtarët e asaj kohe. Nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ndërkohë që ata muslimanët janë duke u përgatitur për luftë, i rreshtojnë radhët, safët dhe thirrën, bëjnë ikamet për faljen e namazit. Atëherë zbreti Isa, i biri Merjemes. Nga Udhejfe ibn Useid radiallahu anhu, përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur foli për daljen e Dexhallit dhe përgatitjen e Mehdit dhe shokëve të tij për ta luftuar atë, tha: derisa të vinë në Medinë dhe do t'i mposhtë të gjithë ata që janë jashtë saj. Mirëpo do të ndalohet që të hyjnë në të. Pastaj ai do të vejë tek mali Ilija, tek Beitul Magdis, shtëpia e shenjtë, dhe do rrethoj një grup prej muslimanëve. Atëherë besimtarët do të hasin shumë vështirësi. Ata që drejtonin muslimanët thonë: çfarë prisni për këtij taguti? Luftojeni derisa të shkoni tek Allahu, derisa të vdisni ose të fitoni. Dhe vendosin ta luftojnë kur të vijë agimi. Kur të gdhihet me ta do të jetë Isa, i biri Merjemes. Për gjërave që duhet të bëjë muslimani kur të takohet me Dexhallin. Nga Ebu Umame el-Bahili radiallahu anhu, na përcjellet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: midis dy syve të tij është shkruar qafir, mohues, të cilën e lexon çdo besimtar. Kush prej jush takohet me të, le ta përshtyjë atë në fytyrë dhe të lexojë ajetet e para të surës së shokëve të shpellës, El-Kaf. Ai do të shtjerë në dorë një prej bijve të Ademit, të cilin do ta vrasë dhe do ta ringjallë përsëri. Ebu Kalabe përcjell për një burri nga sahabët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pastaj pas jush do të jetë gënjeshtari që i çon njerëzit në humbje. Kokën nga mbrapa e ka rica. Ai do të thotë: unë jam Zoti juaj. Kush i thot atij: po gënjen, ti nuk je Zoti ynë, por Zoti ynë është Allahu. Atij i mbështetemi dhe tek ai do të kthehemi. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej teje. Dexhalli nuk do të mund të mbërrijë tek ai. Shkatërimi i Dexhallit. Shkatërimi i tij do të bëhet në vendet e Shamit. Nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Mesiu do të vijë nga ana e lindjes dhe do të synojë Medinën derisa të vijë në fund të malit të Uhudit. Aty do të jenë melekët edhe do ta godasin duke ja kthyer fytyrën nga Shami. Atje do të shkatërrohet. Dexhallin do ta vras Isa, i biri Merjemes alayhis salam. Nga Mejmea ibn Xharije radiallahu anhu, përcillet se i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: biri i Merjemes do ta vrasë Dexhallin në portën e Ludit. Nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ndërkohë që ata muslimanët janë duke u përgatitur për luftë, i rreshtojnë radhët dhe thirrën për faljen e namazit. Atëherë zbret Isa, i biri Merjemes. Ndërsa sipas një transmetimi tjetër, thuhet se Isa alayhis salam zbret në minaren e bardhë në lindje të Damaskut mes dy rrobave me shafran, i veshur me dy rroba të lyera me shafrane me të kuqe. Duart i ka vendosur në krahët e dy melekëve. Kur ai e ul kokën, pikon ujë, ndërsa kur e ngre, rrogulliset ujë prej tij si kokriza perlash. Çdo qafir që e arrin, fryma e tij vdes. Fryma e Isait alayhis salam arrin atje ku arrin shikimi i tij. Kjo nuk kupton se do të vdesin qafirat që gjenden në atë rrethin, ku gjysmën e këtij territori shikimi i Isait e kap. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se kur të zbresë Isa alayhis salam, muslimanët janë duke u përgatitur për faljen e namazit.
do t'u prisi imam, komandanti, udhëheqësi i tyre, Mehdiu. Kur imami del përpara për të falur namazin e sabaut, atëherë zbret tek ata Isai alayhis salam. Në këtë moment, imami do të sprapset. Do me thënë se do të kthehet mbrapa prej vendit të imamit, nga që Isai është më i mirë se ai, dhe ai dëshiron që më i vlefshmi dhe më i miri të dalë imam. Kur është duke u kthyer prapa, Isai vendos dorën mbi shpatullat e tij dhe i thot: "Dil ti përpara, sepse thirrja për në namaz u bë për ty." Ky është një fisnikërim nga ana e Allahut të lartë madhërisëm për këtë umet, që Isai të falet mbas një njeriu prej umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Imami i tyre falet me ta, dhe kur del prej namazit pasi e mbaron atë, Isai alayhis salam thot: "Hapni portën." Pasi e hapin portën, mbas saj është Dexhalli me 70.000 çifut. Të gjithë ata i kanë shpata të zhveshura dhe janë me kurora mbi kokë. Kur shikon tek ai, Isai alayhis salam, Dexhalli tretet siç tretet kripa në ujë. Në këtë moment, ai do t'ik me vrap, por Isai do të arrijë tek porta e Ludit. Është një vend i njohur në Palestinë. Sot çifutët kanë ngritur aty një kamp ushtarak. Do ta vras me hesht dhe u amoncon njerëzve të shikojnë gjakun e tij në të. Pastaj Allahu i mund çifutët përfundimisht, duke ja lehtësuar muslimanëve t'i luftojnë e t'i mundin ata. Gjatë kësaj lufte nuk ngelet asnjë nga krijesat e Allahut të madhëruar, pas së cilave fshihen çifutët, pa folur, qoftë gur, dru, mur ose kafsh, duke thënë: "O musliman, pas meje fshihet një çifut, eja dhe vrite, veç pemës Garkard, sepse ajo është prej pemëve të çifutëve." Ndërsa në transmetimin e Mejmea ibn Xharije, radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Derisa të vi në Medinë dhe do t'i mposh të gjithë ata që janë jashtë saj, mirë po do të ndalohet që të hyjë në të. Pastaj ai do të vejë tek mali Ilia, te Beitul Magdis, shtëpia e shenjtë, dhe do të rrethojë një grup prej muslimanëve. Atëherë besimtarët do të hasin shumë vështirësi. Ata që drejtonin muslimanët thonë: Çfarë prisni prej këtij taguti? Luftojeni derisa të shkoni tek Allahu, derisa të disni ose të fitoni, dhe vendosin ta luftojnë kur të vijë agimi. Kur gdhihen me ta, do të jetë Isai, biri i Merjemes. Kur ngre kokën prej rukuse dhe thot: Semi Allahu limen hamide, Allahu e dëgjon atë që e lavdëron, thot Allahu e vraft Mesiu Dexhallin. Atëherë do të triumfojnë muslimanët. Vritet Dexhalli dhe munden shokët e tij. Atë ditë, druri, guri dhe balta thonë: O besimtar, tuta unë është edhe një çifut. Ece dhe vrite. Në një transmetim tjetër thuhet: derisa ta arrijë në portën e Ludit dhe e vret. Më pas vin tek Isai, biri i Merjemes, disa njerëz që i ka mbrojtur Allahu prej tij, domethënë i ka ruajtur prej Dexhallit. Ai u fshin fytyrat dhe u tregon atyre gradat që kanë në xhennet. Ndërkohë Allahu i shpall Isait dhe i thot: Unë kam djerë një grup të madh njerëzish që nuk kam mundësi askush t'i luftoj ata. Prandaj mbroj robërit e mi në malin Tur. Domethënë se janë Yexhuxhët dhe Maxhuxhët, për të cilët do të flasim me detaje. Njerëzit më të ashpër kundër Dexhallit, nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, për cilët se ka thënë: Unë vazhdoj t'i dua Beni Temimët 3 herë. Kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke e thënë për ta një gjë të tillë. E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Nga umeti im, ata janë njerëzit më të ashpër ndaj Dexhallit. Kur sollën lëmoshat e tyre, ai tha: Këto janë sadakat e popullit ton. Aisha kishte prej tyre një robëresh, ndërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha asaj: Liroje atë, sepse ajo është prej fëmijëve të Ismailit, nga Ikrima ibn Khalid, për cilët se ka thënë: Më ka treguar njëri prej shokëve të pejgamberit se kur u përmend fisi Temim tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një burr tha: Njerëzit më të ngadalt për këtë çështje në këtë lagje jeni Beni Temimët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoi tek Muzejeni dhe tha: Nëse ka ndonjë popull të ngadalt,
këta janë prej tyre. Një burr tjetër tha: ky popull nga Beni Temimët janë më të ngadaltët në lëmoshat e tyre. Atëherë sollën devet kuqe dhe të zeza për Beni Temimët. Një burr deshi të diskreditoi Beni Temimët tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai i tha: mos fol keq për Beni Temimët, sepse ata janë njerëzit që kanë shigjetat më të gjata kundër Dexhallit, mohuesit e Dexhallit. Në kohët e vjetra e kanë mohuar atë disa grupe të humbura, sikurse janë Mutezilët dhe Xehemit. Prej muhadithëve që e kanë mohuar daljen e tij janë Shej Muhammed Abdeh. Ai thotë: Dexhalli është simbol legjendash, i gënjeshtrës dhe i mashtrimit. Muhammed Fehim Ebu Ubejdeh, në shënimet që ka bërë mbi hadithet e Dexhallit në librin Trazira të Ibn Kethirit, ai ka thënë: ky është simboli i përhapjes së fesadit dhe të keqes. Disa të tjerë kanë thënë: ai do të shfaqet, por nuk do të ketë me të sprova, as xhenet dhe as zjarr. Prej tyre është Shej Muhammed Rashid Rida, i cili ishte person me dituri dhe vlera të larta, por që ka gabuar në këtë çështje, dhe për gënjeshtrimi i diçkaje prej shenjave të kiametit është gabimi i madh. Nga Ibni Abasi radiallahu anhuma, për cilët se ka thënë: Umer ibnul Hatabi radiallahu anhu mbajti një hutbe dhe pasi e lavdëroi dhe e falenderoi Allahun, tha: pas jush do të vinë disa njerëz që mohojnë gurëzimin, Dexhallin, ndërmjetësimin, ndëshkimin në varr dhe daljen e disa njerëzve nga zjarri pasi janë djegur. Fjala e tij radiallahu anhu, mohojnë gurëzimin, do më thënë mohojnë gjuajtjen me gur ndaj imoralit që është i martuar. Fjala e tij, daljen e disa njerëzve nga zjarri pasi janë djegur, mohojnë ndërmjetësimin e daljes prej zjarrit të atyre njerëzve që kanë hyrë në të dhe kanë qenë prej njësuesve të Allahut. Po e përfundoj fjalën time në lidhje me Dexhallin duke përmendur 5 çështje. Nga Ebu Seid el-Kudriu radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: aty tregoj juve se për çfarë friksohem më tepër për ju se sa Musiu Dexhall, shirku i fshehtë, që të ngrihet edhe të falet njeriu e ta zbukurojë namazin e tij kur shikon se po e vështron atë dikush. Syfajësia është një çështje shumë e rrezikshme. Ajo ndodh atëherë kur njeriu e bën një vepër të mirë duke pasur si qëllim që ta shikojnë dhe ta lavdërojnë njerëzit. Ai është shirku i fshehtë, që t'i zhvlerëson punët dhe t'i shkatërron ato. Atyre që i bëjnë vepra për sy e faqe, ditën e gjykimit do t'u thuhet: shkoni tek ata për të cilët i bët punët tuaja. Shihni nëse do të gjeni prej tyre ndonjë shpërblim. Nga Ebu Dheri radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: përveç Dexhallit, ajo që friksohem më së shumti për umetin tim janë prisit, imamët që të çojnë në humbje. Rreziku i imamëve të lajthitjes dhe udhëheqësve të tyre është rrezik shumë i madh për këtë umet. Kur koka i pari i njerëzve i cili ka ndikim tek ata është në humbje, nuk ka dyshim se do t'i humbas edhe ata që e pasojnë atë. Prisit e humbur mund të jenë prijes të çështjeve të dynjas, siç janë mbretërit, udhëheqësit ose kryeministrat, mirë po mund të jenë edhe të çështjeve fetare, si për shembull dietarët, nxënësit e dijes, thirrësit dhe hoxhallarët. Kur në mesin e njerëzve dalin udhëheqës të humbur, prishet gjithçka. Përhapen fitnet, trazirat edhe konfliktet, shtohet padrejtësia dhe njerëzit largohen nga Allahu. Nga Imran ibn Husain radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: një pjesë e umetit tim do të vazhdojnë të luftojnë në të vërtetën dhe do të jenë triumfues ndaj çdo kujt që ju bën rezistencë atyre, derisa grupi i fundit do të luftojë Mesiun Dexhall. Duket qartë se lëvizjet e luftës në rrugën e Allahut në këtë umet pasojnë njëra tjetrën, dhe që nga e para e deri tek e fundit janë të lidhura njëra me tjetrën. Xhihadi nuk do të ndërpritet derisa grupi i fundit i këtij umeti të luftojë kundër Dexhallit. Qëndrueshmëria ndaj sprovave është bazë prej bazave të sheriatit. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur përmendi sprovën e Dexhallit, tha: o robër të Allahut, jini të qëndrueshëm. Të mos jemi pesimistë dhe të mos e humbasim besimin kur na ndodhin sprovat, por të jemi të kujdesshëm që të shtojmë imanin dhe qëndrueshmërinë.
Në mendjen e çdo besimtari duhet të qëndroj fakti se Allahu i lartësuar nuk e sprovon robin e tij më shumë se çka mundësi ky i fundit. Prandaj njeriu duhet ta ketë të qartë dhe ta kuptojë se, përderisa Zoti i tij po e sprovon me diçka, ai e ka mundësinë për ta përballuar këtë sprov me sukses. Nëse bën durim, shpreson në Allahun edhe shpërblimin e tij, padyshim se me lejen e Allahut do të gjejë suksesin për ta kaluar sprovën që i ka rënë dhe me këtë edhe shpërblimin e madh për durimin e tij. Prej hadithit të Dexhallit dhe haditheve të tjera, vërejmë se lufta në kohën e fundit do të jetë me armë të ftohta, siç janë shpatat, heshtat dhe kuajt, që do të përdoren për t'u hipur dhe për transport.